Muzeu Arkeologjik dhe shtëpia Muze Etnografike Aleksandër Mujsiu do t'i shtojnë paketës turistike të Durrësit për këtë sezon. Ato do të rihapën pas një procesi të gjatë rikonstruksioni prej dëmtimeve nga tërmeti i vitit 2019. Këto dy institucione kryesore kulturore të qytetit do të pasurojnë turin kulturor përmes objekteve dhe itinerareve që rrëfejnë lashtësinë dhe traditën. Kemi dhe hapjen e Muzeut Kombëtar Arkeologjik, është një ndër atraksionet që ka një interes nga të gjithë grup moshat. Gjithashtu pritet së shpejti të hapet edhe Muzeu Etnografik ose shtëpia Muze Aleksandër Mujsiu, siç e njohim ndryshe. Paralelisht, oferta turistike po zgjerohet përmes shtimit të guidave të specializuara, duke përfshirë aktivitete si hiking, ciklizëm dhe eksplorime në natyrë që japin një dimension të ri turizmit natyror. Kemi organizuar dhe një hiking, një itinerar tematik për promovimin e shtigjeve natyrore, qofshin këto për ecje, apo qofshin për ciklizëm, apo edhe për makina që ndjekin itinerarin off-roads. Një tjetër hap i rëndësishëm është prezantimi i Durrësit në arenën ndërkombëtare në panajirin prestigjos që do të mbahet në muajin mars në Berlin. Në stendin e dedikuar për Bashkinë Durrës, aty do të ekspozojmë të gjithë potencialin turistik, duke nisur nga strukturat akomoduese, nga agroturizma për potenciali gastronomik apo kulinaria. Gjithashtu do kemi të ekspozuar në stend edhe ato produkte që ne i quajmë shpeshherë dhe unike të artizanatit. Këtë sezon veror, Durrësi synon të forcojë pozicionin e tij si një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri, duke thithur një numër më të lartë turistësh krahasuar me sezonin e shkuar.